Cili është suksesi më i madh që ka arritur lëvizja nëpërmjet protestave? Po të kufizoj bie fjala efektet e ligjit arsimit lartë. Ne kemi protestuar shumë vite 2014, 2015, 2016, mbledh deri në 2018 kundër atij ligji, i cili është ende në fuqi, por efektet e tij financiare nuk janë zbatuar ende. Ai ligj ka pasur dhe ka në zemrën e vet financimin me para publike të universiteteve private dhe diçka e tillë ende nuk është vënë tërësisht në zbatim. Po ashtu, unë besoj se ne kemi kontribuar shumë në ngritjen e vetdijes qytetare për drejtat në punë, për minimumin jetik, për çështjen e pensioneve. Sigurisht që si në fillim lëvizje protesta, pastaj parti politike opozitare, ne nuk mund të krenohemi se kemi bërë ligje. Edhe një iniciativë ligjore që kemi çuar në kuvent, si ajo e minimumit jetik, e mbështetur nga firmat e 21.000 qytetarëve dhe me shumë protesta shoqëruese, nuk ka prodhuar efekt sa Kuvendi i Shqipërisë ka refuzuar ta marrë në shqyrtim një projekt ligj të tillë. Prandaj ne duam të jemi pjesë e Kuvendit të Ardhshëm të Shqipërisë, në mënyrë që sotimet tona, aspiratat tona, të kemi mundësi t'i bëjmë ligje.